është 2 detyra me kry. Nuk vlen për këtë citat. Kjo citat është e rregulluar me ligj. Pra nuk, edhe po të shkoj, kjo lënë në gjykatën kushtetuese, e fillimisht mund të ketë një refuzim në kuptimin që kushtetuesja nuk e trajton fare, apo... Lënë në kushtetuese mund t'i dërgojnë çdo kush, por janë palët të autorizume, të cilat i merë parasysh të gjykata. Një për i palëve të autorizume është presidenti, është qeveria, janë 10 deputet për çështjet ligjit, janë 3 deputet për çështjet e presidentit, e kështu me radhë për ndryshe. Këta partit politike nuk janë palë autorizuar me ligj për kërkesën në gjykatën kushtetuese, janë vetëm grupet parlamentare, ato të cilët kanë efekt, domethënë punë efektive, kanë legjitimitet dhe legalitet në parlament. Do të hapim një sondazh për njerëzit që më na shohin që janë të shumë në YouTube. Votimi i fshehtë i kryeparlamentarit mundson i kryeparlamentarit hapësirë për manipulime apo zgjidhje e situatës. Këtu janë dy opsionet për të votuar. Poshtë ekranit keni QR kodin, na intereson shumë mendimi juaj me që jeni edhe të shumë në YouTube. Azan se të pashtë do të. Ky votimi i fshehtë për mua është sinjal që Albin Kurti ka arrit me i kontrabanduet deputet opozitës. E fat Dje Geci, Gani Geci, që përpos vajzës së saj, janë edhe 2 deputet tjerë të LDK-s që i kanë kontaktuar. Unë i kom emnat, po s'u po t'ju them sot, se po du m'ja prish... A janë të LDK-s? LDK-s 2 gjininë feminore, 2 gra janë. Ose thaja ka filbura. Votimi i fshehtë e Albin Kurti është kompromisi që e bën, që emnat e tyre nuk dalin aty fillimisht publikisht, por ja votojnë kryeparlamentarën, pastaj edhe qeverinë. Pra për mua, ky i ka bë do pazare, i ka bë do numra. Na jep pak hinte, a janë deputete të reja, kanë qenë më herët? Për herë parë deputete të LDK-s. Po informacioni jemi që ky është shumë i besueshëm si burim. Atëherë pse LDK ka jo e PDK-ja shkoj? Pra që nga një lojë duke u zhvilluar këto. Absolutt. Po që kjo mëkati. Apo nuk e di fare. Që kjo mëkati i partive opozitare. Këto nuk kanë serioz në atë narracionin, në atë fushatën e vetë që të dajnë me rëzu Albin Kurtin. Mu si qytetari Kosovës, kur ja u shok këto sjellje këtyne tash që janë isha partit opozitare, mu më leve kuptu një send, se kanë pas seriozisht që Albin Kurti është e keqa Kosovës. Se ndryshe sjellje kanë pas. Jo, e kanë pas seriozisht, nuk mund të ashtë që se kanë pas. I kanë base premtimet e veta që kanë dhënë, sepse politika ka bërë qëndrim. Kryon zgjedhjet, certifikohen zgjedhjet, del Abdi Gjiku sot, na nuk jemi as me partit e kalumë opozitare, as me Albin Kurtin. Kur je neutral në kësi pozicione, gjithmonë i ndihmon më të fortë. Ndoshta për shkak të rezultateve se ka pranuar, ka thënë se kam rezultate të mirë, qëndron shumë e thjeshtë. Okej, rrin opozitë, nuk hin qeveri, ja voton qeverinë opozitët eventuale. Shumë e thjeshtë. Qysh ka po PDK-ja me qeverinë Hoti? S'kan marrë poste, jashtë qeverisë, që vota jeme grajm tutje. Ta ekim këtë fatkeqësi të kombit. Këtë njeri që e ka akomoduar dhe i bën servis favore. E kjo të merr. Akuzë rënd, kjo me gjithatë. Unë menoj që Lumiri e ka prish këtë lojën, sepse ne të gjithë që i kemi ndihmu në një farë forme, me opinionin të tyne, me deklarimet të tyne partive në opozit në ajerë, që me je këtë tjeqen e madhe, që i kanë thonë këtë tjeqen e madhe Albin Kurtit, kemi prit, si të mos kërkrim pa rezultatin zgjedhor, kemi prit që këto partit, PDK, LDK, Nisma, kanë me dalë bashkë, kemi mi po bashkë. Kujtoj këtu faktin që narrativa nisit krijoi që Kurti po i konvenon kjo për faktin që jasë më lanë të bëhem plus situata me KQZ-n, me UEFA-qën, besoj të kujtohet deklarimet me njerë pas ditës së zgjedhjeve. Kurti, në moment që e ka pa rezultatin na prej natës së zgjedhjeve, natën kur ka ra faqe, KQZ-s, ne kemi pasi, po kemi hinë një rrugë të manipulimit tjetër të tyre, sepse e kanë zvarrit procesin e numërimit të votave, procesin e certifikimit të votave, dhe tash jemi arë në pikën ku po e blokojnë kuvendin për shkak se... A e beson këtë që e tha Azreni, që ka 2 deputetet të LDK-s që mund të votojnë? Une nuk e kom atë informat... Dhe a i ka votat edhe për qeveria, po vetëm për kryeparlamentarin, Azren? Une menoj që për kryeparlamentara i bon nesër votat, mas nesër, kur do që është seanca, por menoj që Kurti nuk është politikan, ose paranoja e ti nuk i lejon, nuk e bon mu një komot, me hi edhe qeverin me bon me votat njëta me 61 numra, sepse ky e din që atëherë qeveria e ti në mandat varet nga vullneti i një personi. Kurti është në kërkim të mbi 65 numrave tutje. Pra ndaj bon kësi pazare, se unë menoj që në fund ditës edhe Fatmir Lima i Nisma i shkon në qeverisje që e ka bo hapta se është e gatshme me negociue, pra nuk ka kur gjonë të fshet në këtë pikë, edhe deputet e pakicave jo serbe, prap i merë me shumë pazare politike. I merë edhe serbet? Unë e menoj që dhe serbët janë opcioni ti i fundit, po ato i duhet ma shumë ko me përgatit terenin. Shkendin e parë kemi lexuar, del ish ministre e jashme, ka rrezik me na votue 5 deputeta 4 lista serbe, nuk ka rrezik, ka koordinim.
Se nëse ka një parti politike që koordinua me listën serbe, është vetë vendosja prej ati audioinqizimit me Mimoza Kusarin dhe Milana Dojqishin, deri te votimi në KQZ, o votuam i marë 306.000 lista serbe me 2 antarë të vendosjes, Alban Krasniqi edhe Sami Kurteshi. Se kanë votuar tjerë. Do më thonë, këta jonë në koordinim të pasër. Po koordinimin e tyne mundon me në paraqitë akcidental. Këto si haka kush në mendje normale. A vërtet sepse duhet unë nuk i kam ato informatat që po thot për ata 2 deputet. Mirë po vetë mënyra se si këta kanë kërku sot votin fshat, ty t'jep me kuptu dhe t'len me menu se diçka mundet me ndodh në i deputet që mundet me votu. Por, a është e turpshme, për ata deputetur shumë e turpshme, edhe është tradit... Po merët vesh që në ta? Merët, në një dit jena me marrë vesh, se këtu po jetojna, sepse është tradit nda elektoratit vetë. Nëse ti do me votu dikon, për cilin ti t'je fol, je ka kundër atër në startu dasht me dalë me hinën petkun e nëse shojnë si mozaik, po i bje kështu, pra që i ka disa deputet, qoftë nga LDK, si mozaik, tjep me kuptu se diçka, do më thonë, ka mundësi me pazi kam, po s'po donë me ba publik kush është ai që pe votan. Integritetin e tyre. Kemi hapur sondazhin, pra ju lutem presim